Fatmir, shka nëse realisht presidenti Aleksandar Vučić rëzohet të bie nga pushtetja, është e gatshme opozita ta njeh shtetin e Kosovës? E para, atje tash në nëntor bohën fiks një vit që kanë fillu protestat kundër regjimit të Vučićit. Ajo është që 14 vjetë në pushtet. Edhe këta janë kryesisht student të Serbisë të cilët e ngritë në kom. Sadre, për me ra shkurt kësaj pune, në Serbi nuk ka parti e cila del edhe thot e pranoj pavarësinë e Kosovës. Këto na edhe duhet me kuptu. Por çka duhet me bo na në raport me këtë Serbi? Ne jemi shtet demokratik. Vërtet e kemi tregu që jemi demokratik. Në këtë Kosovë nuk do më në kom hulumtue, nuk kom lonë vend në Europë pa këqyr të drejta. Në krahasim me Sërbë në Kosovë nuk ka kërkum kështu. Me i pas këto të drejta, shqiptarë në Preshevë, Medveç dhe Bujanoq, do të ishte dhëmti me e madhe që kishë mujtë Perenia me në adhonë këtë punë. Prandaj, unë besoj që ne dohet të përdorëm njerëzit ma eminent të diplomacisë kosovare që e njofin këtë fush, së bashku me Amerikan, edhe me fut Serbin në disa koncepte të asaj që ajo ka dal, do mund që ata kur të rëzojnë këtë Vučićin, të vinë që ata në pushtet që të tjerë, me e sjellë në një situatë që ajo me njëherë për gjithmonë mi kuptu këtë realitet. Se dëgjë, nuk ka Sërbë në Serbi që nuk menon që një ditë ka mu këthy këtu. Për besë e kanë këto, shtu një farë mitit tyne të kryuëm, i cili edhe një ditë që i kemë do manastire, i kemë do këtu. Kjo egziston të ta. Po ky mit du të më thyje se kjo është e pakthyeshme. Ky burë, këto që ka i pomë këtu, edhe shumë burrat të tjerë si ky, edhe këtë sikur, sepse edhe folklore ka dhonë kontributin tonë duke i motivue luftarë për me shkue në front e tjera, e kanë kontributin e vetë. Pra, kjo çështje duhet të përdoret përmes Amerikanëve, përmes Britanezëve, përmes njerëzve aleat kryesor të Kosovës, që ta bijem Serbinë në një situatë kur ajo me pranu realitetin tonë. Unë e di që presidenti Trump është ka punën në këtë aspekt, po është në aspektin ekonomik ma shumë se në këtu çështje të tjera. Me Radojčićin, nëse realisht Vučić bie prej pushtetit, çka do të do me kriminalin Radojčić? Qërë, na i kena bu do hulumtime rreth çështjeve të tij dhe kompanive me cilat ai bashkëpunon. Ai ka provue që para një 6 muaj dite i ka kështu, ka provue që një pjesë të madhe të mjeteve materiale, se është njeri shumë i pasur, ka shumë pare, kështu edhe për mi marrë vesh njerëzit, ka provue me i quë në Rusi. Po për çudi, Putini se ka pranuar këtë. Radojčićin? Këtë fenomenin e pareve të tij. Dhe tash, se Vullini ishë nënkryetari i qeverisë Serbisë. Tash e udhëheq nisin, është kompania kryesore ruse e naftës në Serbi. Ai është i lidhur me Rus. Edhe si mas gjitha gjasave, Hungaria është bërë oazë, është bërë ishull për këtë këta njerëzit të cilët bien nga pushtet e ikur. Për shembull, njërin e kje për tyne e kje ishë kryeministri i Maqedonisë, Gruevski, që është atje. Dhe ka gjasa që kjo vi kriminale, domthonë e këtyne aspekteve të përfundoj aty së bashku nëse Vučići jetë gjallë. Por unë se e di, e i kom do njerëz shumë që i njof, t'i kom qua bile do video të atyre që në vinë e parë kundër ti. Ata që kam thojnë, ata me lëquët gjallë me dalë për Serbije, këta se lëquën. Por nëse vakia zotit ikë, kjo nuk ka veç ta Orbani, se ka shumë mik të ngusht këtë kryeministrin e Hungarisë. Hungaria u boni faraoze. Domthon, kjo mund të jetë fundi i tij kështu, po unë nuk besoj që shkon shumë gjatë. E na do të me punue me pluralizmin e serbëve me leju këtu, ka dal, A bën me edhe në fund, po mos se një sekond. Se i kena me të bashkë, i kemë do mësave, po? Jo, se i kemi të bashkë.
Nga, Serbia, Macedonia, Molizi, Krejt Ballkani, janë projekt Amerikan. 2030-ën, kanë marë krejt sept, ashtu kështu jënë, ma mire njën të unë se shatë temin e ty se une. Ma vlerë kosht tash, një qenë, ose një seb, se një luftetar si une, nga, shumë e vërtet. Është në mbrojtin atë dhev, tonë, që e mbrojnë atë dhev, ja qënë bukën, janë të njën mirë, të rehabilitum, janë shumë bukur, rrinë bashkë. 2030, ndash këtë në Serbi, ndash ata vinë se ka më konë krejt Ballkani integrum në Evropë, borë. Leni këto stane u kërëja. Jemi krejt në fund të emisionit edhe keme dhe shajira ekskluzive, kështu speciale, janë të lezit krizi edhe i fty me dorë të gjitjes.